Partia Socialiste e Shqipërisë ka nisur fushatën e saj për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duke zgjedhur të përçojë mesazhin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Në një format të ri, PS-ja ka organizuar 12 takime elektorale në 12 qarqe të vendit. Ky hap ka për qëllim përfshirjen e sa më shumë qytetarëve dhe forcimin e lidhjes me ata që mbështesin programin e partisë. Fushata do të jetë fokusuar kryesisht në gratë dhe vajzat, të cilat përbëjnë një pjesë të madhe të anëtarësisë së partisë. Shqipëria është grua. Suksesi i përpjekjes për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian varet në radhë parë nga nënat, nga motrat dhe nga bijat e Shqipërisë. PS-ja ka shpadur 38.500 gra dhe vajza që janë anëtare të saj, ndërsa përfaqësimi i femrave është një nga prioritetet kryesore të listës për zgjedhjet e 11 majit. Partinë Socialiste e mbështesi në rang kombëtar 56% e zgjedhësve gra dhe vajza, ndërsa në qarqet caktuara kjo mbështetje shkon deri në 65%. Kjo do të thotë se tek burrat dhe djemt, mbështetja është më e ulët për ne se sa tek gratë dhe vajzat. Dhe nëse tek gratë dhe vajzat avantazhi ynë ndaj kënetës është goxha i madh, tek burrat ai është ndjeshëm më i ngushtë. Sot ku vendi i Shqipërisë drejtohet nga një grua socialiste, e cila zëvendësoi një tjetër grua socialiste, jam i bindur që nuk është dhe aq e largët dita sa mund të dukej deri dje kur Shqipëria do të ketë edhe gruan e parë kryeministre dhe as nuk e diskutoj fare që do jetë socialiste. Duke folur për zgjedhjet që afrohen, kryeministri shfaqi bindjen se Partia Socialiste do të dalë fituese në mënyrë dërmuese. Ai quajti kundërshtarët një grup të çorientuar që sipas tij do të projektojnë rezultatin më zhgënjyes që nga viti 1997. Nuk munguan as ironit për figurat kryesore të opozitës dhe këshilltarin amerikan të tyre, Chris LaCivita. Erdhi Sherifi, erdhi Latifi, erdhi Sherifi, erdhi Latifi. Bufi e di. Këtë ju siguroj unë që e di më mirë se unë, më mirë se unë, më mirë se ju, më mirë se të gjithë, që vetëm një magji mund ta shpëtojë nga disfata. Dhe disfatën në 11 maj do e ketë më të madhen që nga 97-a. Në këtë mënyrë, Partia Socialiste i drejtohet një elektorati të gjerë duke synuar të bashkojë forcat e gruas, rinisë dhe qytetarëve që dëshirojnë një të ardhmë më të sigurt dhe më të zhvilluar për Shqipërinë.